tash është koha me ndaj çmimin Best Dance dhe unë ftoj pronarin e Mega Event, i cili është një organizator i mbrëmjeve të shumta në diasporë. Jo me sigurt se shumica prej jush keni shkuar dhe keni kënduar aty. Ftoj Robert Ukaj. Përshëndetje, jem shumë mirë, unë jam Robert Uka nga Mega Event në Zvicër, disa me njofin, disa do të me njofin, kështu që Zikos ju uroj suksese për 10 vjetorin dhe ju dëshiroj edhe shumë vite tjera që të mund të festojmë kështu zhurma show e vartës. Ndjekin nominimet Best Dance. Best Dance. Pra, Best Dance është Mira Falenderit shumë, është një vlerësim shumë i madh që bëhet për mua. Falenderoj falemirin time gjithmonë që më mbështet, gjithashtu edhe organizatorët e këtij spektakli, këtij organizimi të mrekullueshëm. Kam emocion dhe përfundimisht faleminderit. Ura, e fitova. Faleminderit shumë. Do ta bëjmë ne prezantimin e radhës. Atëherë janë dy personazhe të njohur për ju, gazetar Besa edhe këngëtar tani. Këngëtar shumë i dashur dhe mik jem shumë i dashur, Granit Miftarin, e ftojmë me nda çmimin e radhës. Dhe një aktore dhe një këngëtare shumë e njohur, siç është Emine Toska. I ftojmë. Fillimisht shumë bukur po dukeni sonte, kështu që një duar trokitje më të fuqishme për veten e juj, ju kisha lut. Mirëmbrëma, përshëndetje, ju përshëndes të nderuar artist, kam kënaqësinë dhe nderin që jam sonte këtu në mesin tuaj të gjithë këtyre artistëve dhe artdashësve këtu në Gjilan, pra në vendlindjen time. Mirë se keni ardhur. Sigurisht që sot më është caktuar mua dhe Eminës detyra që të ndajmë çmimin Best Ballad. Ky çmim njëherët është një çmim që unë rëmbeva në Chelsea-n muzikor, faleminderit televizionit Ziko, dhe tani do të shohim fillimisht nominimet për Best Ballad. Pra, shohim nominimet. Zhurma Video Music Awards Best Ballada. Pam nominimet pak sa e vështirë, me qenë se secilja këngë. Pra, të shohim kush është fatlumi për këtë vit në edicionin e 12 të Zhurma Show. Atëherë është një këngëtare nga Shqipëria. Pra, bëhet fjalë për Mira Jani. Urime pra gëzofshi çmimin edhe suksese edhe herave tjera, edicioneve të tjera. Faleminderit. Do thoja kjo është një këngë ndër këngët më të preferuara të mijat, edhe më me vlerë që kam kënduar deri më sonte, sepse dërthuret
muzika klasike, muzikën moderne, pra do të thoja që kjo është një perl e imja që kam bërë unë deri më sonte. Edhe ndihem shumë e privilegjuar që kjo perl është vlerësuar me çmim. Faleminderit shumë. Është një perl që është e kënduar në gjuhën Franceze, mon amour. Të urime. Wow.